kur një kontraktor fillon punën në teren. Do thonë, njerëz po mendojnë, ndoshta janë edhe pa informuar, po prej që kemi arë në qeveri, nuk kanë fillu gjitha projektet me neve, disa i kemi gjitha aty, kanë fillu ma herët. Stisha ka fillu me juve. Me shumë probleme. Po, shumë projekte kanë fillu me neve, unë tash kam raporte nga gjitha ministrit. Po të kisha ata raporte përrodhojnë, po diçka që ka fillu me juve, po nuk di të madhe është fjalla. Qëto rrugët, stadiumet, janë krejt projekte të rashëguara edhe s'keni mrimi mshel asnjë. Tash kjo nuk është, e kuptoj që pjesë e juja është monitorimi dhe vlerësimi. Po qysh dokën, qa raportojnë sta njerës? Qa raportojnë dikush që është në gjendje 4 vjetë me e kry një spital, një stadion, një projekt, një rrugë? Qa raportojnë dikush që i desin njerës të në rrugë, se s'ka dit me montu sinjalizimin, asfaltin, ndriqimin? Tash, qeveria ose shtetin përgjithësi, ne i ndonë dikun 1 miliard euro për projekte kapitale në vit. Prej tyre dikun 600 milion menagjohen dhe implementohen nga qeveria. Nuk është implementimi 100% çdo vit, mirë po ka përmesim. Në vitin e kaluar, në 2024, për shembull, kemi pas implementimin 100 plus milion më shumë se sa në 2023. 2022 ka qenë vit i inflacionit madh, të gjithë e mbajmë men. Me qenë se jenë kontraktu punët në 2021 me çmime shumë atulta, inflacioni erdhë, a ishtë importuar, çmimet janë rritë shumë dhe ne u dashë të intervenojmë ligjerisht që ta ngritëm vlerën e kontratave në mënyrë që bizneset me pas motiv dhe arsye me punu, sepse asnjë biznes nuk punon pa një profit. Dhe në 2024 ka pas një rritje relativisht madhe, prej këtyre projekteve, dhe më thonë, rreth 1000 projekte implementohen prej qeverisë. Unë e kam listën, edhe ato mund të ndaj me juve, për secilin ministri, janë projektet në fjalë, komunat i kanë dikun 2000 projekte, po në vlerë më të vogla. Po, në përgjithësi, zbatimi i buxhetit ka ecë më mirë, vit për vit. Trendi po thoni është pozitiv. Trendi është pozitiv. Unë e mati performancën në bazë të numrit projekteve, në bazë buxhetit dhe në bazë nivelit shpenzimit të buxhetit, dhe të gjithin me një sipërfaqe, natyrisht edhe mundësia mu përmesu edhe në menaxhim të projekteve, keni parasysh çdo qeveri që vjen me një 300-400 këshilltar, ministra këshilltar të gjithë bashkë, mirë po në institucione janë 8.000 të qeverisë po flasë, 8.000 nënpunës civil, që janë aty ndoshta nga pas lufta, edhe e gjitha varet edhe prej tyre, prej aftësisë menaxheriale të tyre, po si shkesh duke thonë